desa ai po kthehej nga një ekspedit gjahu. I mbushur me zemrim dhe trishtim, shërbetori i tregoi Hazreti Hamzës abuzimin që kishte besuar pejgamberi Muhammed paqja qoftë mbi të. Kur Hamza e dëgjoi këtë, ai u trëndit thellësisht. Pa pritur më shumë hollësi, kërkoi menjëherë të dinte se çfarë kishte ndodhur. Shërbetori i tregoi vendin ku pejgamberi alayhis salam ishte fyer dhe torturuar, dhe zemra e Hamzës u përfshin nga një zemrim i zjarrt. Në atë çast Hamza u shndrua nga një vëzhgues i heshtur në një mbrojtës të vendosur dhe të ashpër. Ai ishte një nga luftëtarët më trima të Kurajshve, dhe tani zemrimi i tij ishte drejtuar ndaj atyre që kishin guxuar të fynin nipin e tij. Me shpatën e brez dhe harkun të varur në qaf, u nis drejt Qabes, ku ishin mbledhur krerët e Kurajshve. Zemra i rrihte fort nga zemrimi dhe vendosmëria ishte i gatshëm të përballej me shtypsit e të dërguarit të Allahut. Ku arriti te Qabja, Hamza u përball me Abu Xhehlin dhe shokët e tij. I pa aft përmbante zemrimin, ai ngriti harkun dhe e goditi me forcë në kokë Abu Xhehlin, duke e rrëzuar armikun e Zotit për tokë. Të pranishmit mbetën të shtangur kur pan Hamzën duke qëndruar krenar si një luan. Duke mishëruar shpirtin e drejtësisë, pasi e qetësoi zemrimin e tij, ai shpalli: "A je ti ai që e fyu dhe mallkoi nipin tim? Ta dish se dhe unë jam në fenë e tij. Unë them atë që thot ai. Nëse ke forcë, më bëj mua atë që i bëre atij." Kjo deklaratë e guximshme shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e Islamit. Pranimi i mesazhit të pejgamberit Muhammed nga Hamza nuk ishte thjesht një vendim personal, ishte një sfidë e hapur ndaj forcave shtypse të Kurajshve. Trimëria e tij frymëzoi të tjerët dhe i dha një shtysë të madhe moralit të muslimanëve të hershëm. Transformimi i Hamzës nga një luftëtar i nderuar në një ndjekës të përkushtuar të Islamit ishte një pikë kthese që do të jehonte përtej shekujve në historinë islame. Lindja dhe jeta e tij e hershme janë thelbësore për të kuptuar njeriu që ai do të bëhej, një luftëtar i besimit dhe një mbrojtës i pejgamberit Muhammed paqja qoftë mbi të. Ai lindi në Mekë në vitin 570 e.e. Hamza erdhi në një botë që ishte njëkohësisht plot gjallëri dhe trazira. Mekka ishte një qendër e ngarkuar me tregti dhe kulturë, por gjithashtu e zhytur në idhujtari dhe degenerim moral. Fisi i Kurajshve, të cilit i përkiste Hamza radiallahu anhu, gëzonte pushtet dhe ndikim të madh në rajon, por praktikat e tyre shpesh binin ndesh me vlerat e drejtësisë dhe monoteizmit, që më vonë do të përçoheshin nga Islami. Nëna e tij bint Wahib ishte një grua fisnike dhe përjardhja e tij e lidhte me fisin e shquar të Kurajshve. Vitet e hershme të Hamzës u shënjuan nga një shpirt aventurier dhe një etje për drejtësi. Ai njihej për forcën dhe guximin e tij, cilësi që më vonë do ta përcaktonin si mbrojtës të Islamit. Ai u rrit pranë vëllait të tij të qumshtit, pejgamberit Muhammed alayhis salam, dhe lidhja e tyre forcua përmes përvojave të përbashkëta dhe sfidave që përballonin në një shoqëri që shpesh i mohonte vlerat e tyre. Ata luanin së bashku, ndanin tregime dhe mësonin zakonet e popullit të tyre, ndërsa zhvillonin një miqësi të thellë që do të zgjaste gjithë jetën. Si fëmijë, Hamza dhe pejgamberi Muhammed paqja qoftë mbi të ishin të pandashëm. Ata ndanin të qeshura dhe gëzim, por gjithashtu ishin shmitar të padrejtësive që e përshkonin shoqërinë e tyre. Karakteri i Hamzës filloi të formsohej gjatë këtyre viteve të hershme. Ai nuk ishte thjesht një djalosh, ishte një i ri, një ndjenjë të fortë për të drejtën dhe të gabuar, cilësi që më vonë do të shfaqej fuqishëm në mbrojtjen e pejgamberit paqja qoftë mbi të dhe të mesazhit të Islamit. Nisia e tyre në fëmijëri hodhi themelët për një partneritet që do të bëhej jetik në ditët e para të lëvizjes islame. Pika kthes në jetën e Hamzës erdhi 6 vjet pasi pejgamberi Muhammed alayhis salam mori shpallin e tij të parë. Gjatë kësaj periudhe, krerët e Kurajshve po bëheshin gjithnjë e më armiqësor ndaj muslimanëve, duke përdorur metoda të ndryshme për të shtypur fenë që përhapej. Sa më shumë që ata shihnin gurat e besueshme duke përqafuar Islamin, aq më shumë rritej zemrimi i tyre. Ata besonin se duke sulmuar pejgamberin dhe ndjekësit e tij mund të fiknin dritën e Islamit, por ata nënvlerësuan vendosmërinë e atyre që kishin gjetur pra të vërtetën. Vitin e 6 të pejgamberlekut të pejgamberit ton Muhammed alayhis salam erdhi një ditë përballje pranë kodrës së Safas. Krerët e Kurajshve po prisnin një rast për t'i bërë keq të dërguarit. Abu Xhehli së bashku me shokët e tij u përball me pejgamberin duke e fyer dhe duke i hedhur mbi kokë dhurina. Megjithatë, pejgamberi alayhis salam e vazhdoi misionin e tij. Andaj Hamza e përballi këtë dhe mposhti pra Abu Xhehlin duke i thënë që nëse i jaf të ma kthesh, atëherë ballafaqohu. Hazreti Hamza pra ishte gjithmonë në mbrojtje të Islamit. Ai u shquan vazhdimisht në betejat e tij. Por shpirti i Hazreti Hamzës mbeti pra gjithmonë i pathyer. Në betejën e njohur të Uhudit,
Muslimanët e përjetuan një humbje shkatruese dhe lajmi për dëshmërinë e Hazreti Hamzës përshkroi komunitetin si një goditje e rëndë. Vdekja e tij nuk ishte thjesht një humbje personale, por një plagë e thellë për mbar umetin musliman. Pas triumfit që ata kishin pasur në Bedër, në udhëheqjen e këtij generali dhe strategu si Hazreti Hamza. Hazreti Hamza nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte simbol i guximit, buroi e Islamit dhe një shtyllë patundër e të vërtetës. Dëshmërimi i tij, rënia dëshmore e tij, shënoi një pikë kthese në përpjekje për fenë dhe trashëgiminë e tij. Të vazhdonte të frymëzonte brezat të tërë në shekujt që do të vinin. Betejë e Uhudit ishte një moment përcaktuar për komunitetin e hershëm musliman, një përballje që do të vinte në provë besimi, vendosmërinë dhe unitetin e tyre. Ndërsa dielli lindte atë ditë të kopshme, atmosfera ishte mbushur me pritje dhe ankth. Muslimanët ndonë me pak në numër ishin të vendosur të mbronin fenë dhe komunitetin e tyre përballë kurreshëve, të cilët kërkonin hakmarrje për humbjen e tyre në betejën e shquar të Bedrit. Ku në atë betejë muslimanët triumfuan dhe arritën të triumfojnë mbi të pavërtetën. Betejë e Bedrit ishte një fitore e madhe, e cila ju dha një leksion të fuqishëm i dhujtarëve dhe i frymëzoi besimtarët me krye